negociata. Për të kuptuar se si do shkojë seanca e nesme e planifikuar për konsideриmin e Kuvendit të Kosovës dhe cilat janë planet ose përgatitjet e lëvizjes vetëvendosje për ta zhbllokuar këtë situatën e krijuar tashmë, në studio kemi deputetin e lëvizjes vetëvendosje zotin Dimal Basha. Atëherë zoti Basha, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes. Faleminderit shumë. Zoti Basha, nesër do të ketë seancë. Çka pritet, si pritet të shkojë seanca e nesërme sidomos pas kësaj kërkesës së lëvizjes vetëvendosje për një marrëveshje politike për ta votuar kryeparlamentarin? Qëndrimet tona janë të qarta. Ne nuk kemi interes për me bloku procesin, për shkak se blokimi do të vinte vetëm nëse ne nuk do të bënim ose të jepnim emrin tonë propozimin që në këtë rast është zonja Bulena Haxhiu. Kryetari i Kuvendit, zoti Glauko Njufca, tregoi që ne kemi emrin e njëjtë, edhe mendoj se është përgjegjësi të gjitha subjekteve politike, gjithë deputetëve të Republikës të zgjedhur të betuar tani më, që tash bllokojnë procesin të ecin përpara, e që kërkon votimin e gjithë deputetëve, për shkak se, siç e tha dhe kryetari, me të njëjtën logjik, ne do të mund të bllokonim edhe hapin tjetër të nënkryetarëve. Prandaj po besoj që kjo është një proces më shumë formal, e pa konstituimin e Kuvendit nuk mund të ecim përpara as me qeveri, kështu që po besoj deri tash kemi qenë shumë konstruktiv. Edhe lëvizja vetëvendosje njëjtë sikur te verifikimi i mandateve, pra te votimi i raportit, kemi qenë konstruktive, kemi votuar, edhe u dëshmu që partitë opozitare e bllokuan për një kohë, por pastaj e ponë që gabuan edhe vazhduan, po besoj që e njëjta gjë do të ndodhë edhe me këtë, ku do t'i thirrin arsyes dhe do ta votojnë. Tani ju po thoni që opozita është bllokuese në këtë rast e kësaj seancës për kryeparlamentarin, për shkak se ju nuk i keni numrat tani. Po, njëjtë ke procesi për votimin e raportit të verifikimit të mandateve. Ata dolën thanë është antikushtetuese, është e kundërligjshme. Po ishte çështja e dorëheqjeve që pastaj u ofruan dorëheqjet. Po është e pavërtet. Nuk janë ofruar dorëheqjet. Asnjë ndryshim nuk ka ndodhur prej 15 prillit deri në seancën kur e kanë votuar deputetët e opozitës verifikimin e mandateve. Asnjë ndryshim nuk ka ndodhur. Po apo që janë gabim, i thirrën arsyes, e votun raportin edhe ecën përpara. Po prisni që e njëjta situatë ndodh nesër? Po besoj që e njëjta do të ndodh ku ata e dinë që me logjikën e njëjtë bllokohet procesi dhe nuk asnjëherë s'mund me pos konstituim të Kuvendit nëse cilla do pol në këtë rast e bllokon procesin. Ata mundin më na blloku për kryetar, na keq çka duhet bëjmë është ta japim propozimin. Edhe i takon partisë. Ju duhet të keni edhe numrat. Po e po. Edhe ata keni marrë mandatin, keni numrin më të madh votave, keni marrë mandatin për ta konsultuar, apo jo? Po e por ne e kemi bë propozimin. Po njëjtë ju duhen edhe aty në numra për nënkryetar. Ne e kemi vetuar nënkryetart. Kjo ka qenë një praktikë ku gjithmonë kemi votuar nënkryetart edhe kur kanë ardhur subjekteve opozitare. Po, në të kaluarën me gjitha ju kryetarët por qeverinë është temë tjetër. E këtyre partive opozitare nuk e keni votuar. Pra është pak a shumë një praktikë e njëjtë që po e përsërit opozita me juve, tani apo jo? Kryetari i Kuvendit i takon lëvizjes vetëvendosje. Domthoni i takon për partisë fituese. Për opozitën aktualisht zoti Basha Zia po besoj e keni kuptuar që emri pranueshëm nuk është vetëm Bulena Haxhiu, për shkak se kanë dhënë disa opsione, PDK ka thënë mund ta ndrojnë emrin komplet, pra a mund ty tani a mund ndryshohet emri në rast se vazhdon kjo blokadë? Na takon neve për me bo propozimin se kush është propozimi për kryetarin. Dhe numrat kujt i takojnë zoti Basha? Propozimin ata takon neve dhe thot edhe kushtetuesa dha gjykimin thotë takon partisë fituese. Na kemi bërë propozimin. S'është kjo për më u pëlqy. Njëjtë, me të njëjtën logjikë. Duhet që pëlqej duhet të jetë i pranueshëm, jo që pëlqej, po duhet të jetë emri i pranueshëm apo jo? A duhet të jetë i pranueshëm në kryetari i partive opozitare? Duhet të jetë. Po duhet me qenë i pranueshëm për subjektin që propozon, jo për ne. Nëse ata e vlerësojnë, ta zëm këtë rast që Kujtim Shola me qenë nën kryetar, tash na atë futemi në njëjtin debat, thonë s'po na pëlqen Kujtim Shola për bllokojmë procesin. Kush është bllokuesi në këtë rast? Apo kupton? Është e njëjta logjikë. Kryesia është përbërja komplete e konstituimit të Kuvendit, që është kryetari dhe nënkryetarët. Na vetë po them që kemi emrin. Megjithatë situata aktualisht është e bllokuar për shkak të emrit të kryetarit të Kuvendit, apo jo? Për momentin, nuk kemi duke diskutuar ende për nënkryetare. Jo, s'është emri, është mos votim, mos pjesëmarrja në votim, ose refuzimi i partive politike që s'po dojnë me votu për kryetarën. Emrin e Bulena Haxhiut.
Voton po flasim për emrin, apo jo? Po me njëjtin logjik ne ja bllokojmë Kujtim Sholën. Çka ndodh pastaj? Kush është bllokuesi nëse ne s'ja votojmë Kujtim Sholën? A keni për detyrë tasni përpara apo e keni interes të bllokoni institucione, sepse ju keni marrë mandatin për të konstituar edhe formuar institucione, zotin Basha. Po ne kemi përgjegjësi edhe detyrë me propozuar emrin. E keni përgjegjësi gjithashtu me siguru numrat apo jo? Po është përgjegjësi e partisë. Po është përgjegjësi e secili deputet. Sepse edhe ju, zoti Basha, në të kaluara nuk e keni votuar emrin e kryetarit të kuvendit kur është propozuar nga parin të kaluar nga partitë opozitare apo jo, nuk keni marrë pjesë. Po për ne po besoj tash unë po flas për rastin ku jemi sot. Për ne është jashtëzakonisht e rëndësishme me ecë përpara. Ne kemi bërë propozimin edhe i bëjmë thirrje partive opozitare për me votu kryetarin njëjtë sikur ne do t'i votojmë nën kryetarët. Përndryshe kemi problem, për shkak se edhe nën kryetarët, po flas për nën kryetarët të subjekteve shqiptare, që vinë 3 prej tyre, prej 3 partive më të mëdha, me të njëjtën logjikë bllokojmë edhe ne nesër. Edhe kuvendi kur nuk konstituohet. Prandaj kërkohet që gjithë deputetët me marrë pjesë edhe me votu, se kuvendi ka përbërje për gjitha partive politike. Sikur të kishte qenë kuvendi i Republikës, konstituimi, vetëm prej nën kryetarëve dhe kryetarit të televizës vetëvendosje, atëherë po përgjegjësia kishte këtë mbi ne. Po kryesia dhe kryetaria në këtë rast përbëhet prej 4 subjekteve politike. Do të thotë, më fal, për 3. Është 3 nën kryetar që vinë, janë për parësisë fituese dhe 2 tjera më të mëdha, që nuk kupton që e kërkon një farë marrëveshje politike. Ku ulim e them, nëse ju pranoni me votu kryetarën tonë, ne ja votojmë. A është kjo marrëveshja e vetme politike për cilën po flesin ju si vetëndosje? Po besoj që çto kemi orë, që është bllokoda e vetme, s'ka bllokod tjetër. Pra, a ka pasur të paktën sot, pasi që nesër do të ketë seancë ndonjë ftesë për partitë politike për t'ulur për diskutuar dhe për qenë më konstruktiv në seancën e nesërme apo jo? E ka bërë thirrjen kryetari i kuvendit, zoti Glau Konjufca, ka thonë që duhet, po tash i takon kryesuesit që me i thirë polët ndoshta para seancës, vlerësojnë ata vetë, me i thirën me ullën... A jeni në djenia, do të ketë thirrje për partitë politike, krejtë partitë politike? Unë besoj që po, për shkak se këto e ka bo veç zoti Glau Konjufca, propozuesi i mandatorës në këtë rast. Po megjithatë, a është vona, nuk do duhet ndoshta sot kishte një takim me partitë politike? Po tash kjo i mbetet liderëve partijak edhe partive ndërmjet, po thirrja është publike. Do të thirrja është publike, ku kërkohet një marrëveshje politike, ku kërkohet që polët të ulen në tavolinë edhe ta shikojnë formën më të mirë me ecë përpara, për shkak se nëse ata dojnë me blloku zgjedhjen e kryetarës së kuvendit, me të njëjtën logjikë ne e bllokojmë nën kryetarët edhe kuvendi nuk konstituohet asnjëherë. Kjo nënkupton që kërkon një marrëveshje politike mes 3 subjekteve më të mëdha, që në këtë rast janë vetëvendosje PDK-le. Po, dhe ju si vetëvendosje do të vazhdoni të insistoni vetëm për emrin Arbulena Agjut përkundër qëndrimeve të partive opozitare të cilat i pam edhe dje pas kërkesës së Glau Konjufcës në seancë tani. Po besoj i keni parë qëndrimet të tyre. PDK-ja thotë që nuk e voton asnjë emër tjetër. PDK-ja thotë që do duhet ndrojë emri, AK-ja ka disa opsione tjera për cilat ka pasur edhe sot reagime. Dëgjoj, unë i kam dëgjuar dhe i kam po emrat, po propozimi vjen për partisë fitueses, thot partitë tjera do të me propozu. Po megjithatë zoti Basha, ku nuk i keni numrat, a nuk do duhet tani të flisnim pak për kompromise, bashkëpunime, koordinim më të mirë ndoshta? Po atëherë a behin kompromise edhe për emrat e nënkryetarëve. Edhe mi thonë s'po dojna me votu këta, Prishtina dikant tjetër. Po flas te subjektet më të mëdha, 3 subjekte më të mëdha shqiptare. Sa ato vinë si pako. Prandaj, me pos kujdes ata kur futen me një rrugë, një te raporti verifikimi mandateve. Hynën me një rrugë pa krye, thoshin antikushtetuese në fund e ponë që s'mundesh me refuzu ti mandatin tanë. Nëse refuzon mandatin të duhet me shku mi tregu KSH-s dhe me dhonë dorëheqje. Pa është më shumë teknik. Edhe kjo, kryesia kuvendit përbët për 3 subjekte më të mëdha politike në vend. Edhe kërkohet për 3 javë me i thirr arsyes për me formu 3 javë. Përndryshe nëse ata bllokojnë hopin e parë, ne bllokojmë dytën edhe s'kemi konstituim. Prandaj, mendoj rostin, sikur ne ti kishim sikur mandatin e kalum 2021, i kene po 67 vota. E këshmi zgjedh kryetarën e kuvendit, edhe këshmi refuzu me ja votu në kryetar. A ka ndodhur kjo për lëvizje vetëvendosje? Jo. I kemi votuar në kryetar. Ose ishte bllokuar konstituimi i kuvendit, dhe që do të ishte përsëri përgjithësia juaj sepse jeni partia më e madhe. Po kishim mund me blloku në kryetarin. Po pse ta bllokoni një institucion i cili do duhet konstituohet formohet, zoti Basha tani është pyetja, pse? Po kjo do të më kompyetja propozitën, pro. Pse po bllokoni? Kur kërkohet që 3 partitë politike... Po ju nuk i keni tani numrat. Deri dje, plus që deri dje, zoti Basha, keni thënë që i keni numrat. Jeni dorëzuar dhe keni pranuar që nuk i keni numrat. E kur i kemi pas, a i kemi bloku?
Po nuk e keni bllokuar sepse është interesi i partisë për ta shkuar vendi përpara dhe për të formuar institucione tani. Po prandaj pyetja jote do më drejtu opozitës pse pe bllokoni, ku ju patjetër e keni me qenë pjesë e kryesisë së kuvendit. E nëse ata na bllokojnë, neve na e bllokojmë ata. Ata po thonë që është e imponuar emri, sepse mund votojnë diçka tjetër emra të tjerë. Ja, nuk kjo i vjen partisë fituese. Ata normal që do të më gjeni arsye tash për me dol pekse udhës pa kry ku kanë hyrë. Kanë dhënë disa arsye pse nuk e Po votojnë. një kanë dhënë arsye për raportin e verifikimit të mandateve. Tani ka një arsye zoti Basha pse vendosja insiston vetëm në emrin e Albinit Haxhiut. Sa arsye ne kanë dhënë për refuzimin e votimit të raportit të verifikimit të mandateve. Domethënë i hopën qytetarët e Republikës 2 javë ditë, tu i vënë në lajthitje, së është e kundërlidhshme zban, në fund ndruan qëndrim thanë ja po bajka. Çka ndryshoi? Asnjëse nuk ndryshoi. Prandaj këtu janë veç vonesa, po këta po futen me rrugë pa krye, edhe tani po i vjen noti me dol për shkak se peshojnë që janë gabim. Po unë prapë po i them, duhet mendoj që thirrja e zotit Konjufsa ka qenë shumë arsyeshme për marrëveshje politike, më ulën tryezën dhe me po që 3 partitë më të mëdha politike në vend e përbëjnë kryesinë e kuvendit edhe kërkohet që këto 3 të mirë vesh për me hecë përpara. Për ndryshe ata na blokojnë na i mund të ketë një takim mes partive politike të thirrur nga ana e kryesuesit për diskutuar për të ecur përpara në këtë pjesë. Por vetëm me emrin, domethënë pa negociuar fare emrin që e keni propozuar ju apo jo? Emri nuk negociohet. Njëjtë sikur ne nuk përzihemi se kanë rekomandojnë ata, po flas të 3 partitë. Po megjithatë nëse u kërkoni tani votën, po në rregull det, po na i bllokojmë. Edhe na e bëjmë njëjtin sen. Është e palogjikshme, është e parësyeshme edhe çdo që thotë, pse më blloku kur ti s'ki çora më kon pjesë çasoj kryesie. Po është i padëshirueshëm për opozitën emri që e keni propozuar, është i papranueshëm, nuk po do. Po s'duhet, apo kupton, nuk jena na më plotsu dëshirat opozitës. Kryetari i kuvendit vjen për partisë fituese, që na e vlerësojmë që është më i miri. Zonja Haxhiu ka 126.000 vota, që i bjen dikon për afërsisht 15% të këtë votës totale 800.000 vota në Kosovë. Është njëra pjesë arsyeve pse zhvendosur që të jetë Albulena Haxhiut kryeparlamentare? Numri votave? Jo, se ka njerëz që kanë vota hala më shumë, po flas nëse ti flet për një njeri që se tash po flasim për një person që është i padëshirueshëm, po në po them që është një person. Është i padëshirueshëm vetëm për opozitën, për shkak se kanë përmendur. 126.000 qytetarë të Republikës kanë votuar. Po flas një person që ka një mbështetje të madhe të qytetarët e Republikës. Po s'po mendoj që ky duhet më kon faktori, po s'mund të thonë që është një person që s'ka mbështetje apo është ka qenë ministër i drejtësisë dhe njohim për zotësinë e saj, aftësitë e saj dhe profesionale. Prandaj kjo nuk është as temë. Nuk bëhet temë tash zonja Haxhiu. Tema është si të ecim përpara. Na nuk jemi më plotsu dëshirat opozitës. Na e propozojmë kryetaren këtë rast të kuvendit, ata e propozojnë kryetarët, ecim përpara dhe vjen procesi i zgjedhjes. Megjithatë, për juve si vendosja, nuk keni dhënë deri më tani sharrime, si e keni diskutuar, si keni ardhur deri te vendimi për emrin Albulena Haxhiut, pse jo për shembull emri i Glau Konjufcës ose këtyre që i ka propozuar AK-ja, nëse ka zgjidhje, sepse duket që në rast se merret parasysh propozimi i AK-s mund kaloj pa ndonjë problem me i kryetarit kuvendit. Pse është kaq e rëndësishme? Është e drejtë jona. Jeni me të drejtën tonë. Kur ti më bleni shtëpi tona dhe tash më orkësh jam thonë ose të tjerët më thonë pse ti e ke bletë se shtëpisë s'po na pëlqen neve. Është e drejtën tonë komplet për me zgjedh ti kanë. Atëherë është në të drejtën juaj edhe të siguroni numrat zotit Basha apo jo? Tash po thirrët të kjo drejta morale edhe se kush do të më konë edhe çka vlerëson LDK-ja. Tash për mua, nëse do na më hi se çka është e drejtë dhe çka është e mirë, ti ju e dini që ki deputet të zgjedhur ose që janë ullur në kuvendin e Republikës Kosovës, që kanë hi me votat vjedhuna. Janë të LDK-s. Tash s'mujnë ata LDK-ja marrë më mshit mu moral, edhe më folë mua, Lumer Abdigjiku, po jo, kemi dëshmi për atë punë, më thonë Lumer Abdigjiku s'po më pëlqen mu që ky person. Njëri që vetë deputet të LDK-s kanë thonë që është skem organizuar kriminale. Ki deputet me votat vjedhuna, që se meritojnë ato. Do të thotë, Edinti Arben Goshi ka me jashtë për shkak votave. Apo i bie që ju po e lypni votën e deputetëve me votat vjedhura për ta votuar kryeparlamentare. Jo, ne mendoj çret është. Po gabimisht për ban për kufizimin. Unë s'pe du votën e tyne. Unë mendoj që prokuria duhet më çon burg ata. Prokuria duhet më bëj punën e vet të gjykata, me dhoni verdikt ku i çoni dona mbi 1 vjet dhe ja marr mandatin. Se ata me votat të vjedhura. Ata jap një shembull. Hysen Çekoj në Kosovë ka qenë i radhitur në vendin 29. Te votat me poshtë deli dyti. Ka marrë 6.000 vota kitë Kosovën, ku kanë votu 800.000 qytetarë, e me 20-30.000 vota në Mërgat ka shku i ka marrë
6.000 vota. Këtë pjesë do duhet ndoshta më pasaj ta sharonte prokuroria. Jo, e sharajon, unë ja kom ofru dëshmit prokurorisë. Këto janë publike, këto janë analizat që i kemi bo na se lëvizje vetëvendosje, po në personalistët që i kom publiku. Bahria Hyseni, venën në 77 radhitet në votat në Kosovë. 77-in, hup komplet për listës, në votat me post, del venën e 6. Kjo zoja merë votan me post, ma shumë në prezencë se driton Selmonaj që është kryetori Degës. Ti tash të dzirë në diçka tjetër, po thu, LDK-ja po thot që mu s'po m'pëlqen që kjo. Unë jam të thonë që LDK-ja ko problemi jashtë zakonisht të mëdhoja, që është sponsorizu për Devolve, edhe tash është pengi tyne, edhe ka bo pazore me ta, edhe ka vjedh vota, që është seni maj i pas skruput që ka ndodhë këtë republik me në ndoshta për vitit 2010, spokun këtë mos, e tash ata më mshit mu moral. Është e papranueshme me ngu LDK-n se shka thotë shka po kërkon LDK-ja. Për neve është me hecë procesit. Por nuk do të pranonin do asë një kompromis, asë një pazar se e përket emrit të kryeparlamentarit. Atë po thani, apo jo? Për neve e kemi propozimin. Nas kemi nevojë me bo kompromise. Mirë, a do ta hedhni nesër në votim emrin e Arbolina Xhiut? Kryetori e bëri të qartë në seancën e fundit që tha nuk ja vlen, e provum 3 herë, e propozum, a nuk votun. E s'po besoj që ja vlen me hinë për procedura pa pos një marrëveshje politike. Pra dhe nesër ka rrezik që të mos vjedh në votim në rast se nuk ka një marrëveshje. Po mendoj që palët duhet të ulen, s'po duhet me paragjyku. Se mendoj se thirrën arsyes duhet me pos një marrëveshje dhe me ecë përpara, se thash Kryesia e Kuvendit përbëhet për 3 partive politike, jo vetëm për lëvizje vetëvendosje. Po, unë mendoj që prap do të thirrën arsyes, do të ulen, do të ketë marrëveshje, do të ecin përpara, për shkak se unë mendoj e kanë bërë gabimin e njëjtë sikur që e kanë bërë te votimi i raportit. Por presim nesër edhe i shohim për partitë opozitore nëse janë pro zhbllokimit të kësaj situatë apo jo. Po, megjithatë, a do të ndërprehet përsëri tani seanca si u ndërprej herën e fundit për shkak se edhe dje pati vërejtje për mënyrën se si u ndërprej, u tha se janë shkelur procedurat, rregulloria e Kuvendit për shkak se rregulloria kërkon që të vihet në votim emri kryeparlamentarit dhe pastaj nën kryetarëve. U ndërprej seanca pa konsultimin e partive të tjera. Po na e kemi bërë vetë 3 herë propozimin, nuk është votuar asnjëherë, edhe partitë politike janë deklaruar publikisht e kanë thonë që ne nuk e mbështesim. E na e provum edhe e pom. Po i shohim edhe deklaratat e tyre që rrjedhimisht na bjen me një pikë ku do të mul polët e më morr vesh me zveti. Përndryshe nuk ja vlen me përsërit të njëjtin proces. Sa jeni të vetëdijshëm se po shkelet rregulloria e Kuvendit? Jo, s'ka shkelje të rregullorës Kuvendit. Aty rregulloria kërkon që të vazhdohet me votimin, të vihet në votim. Po flas ata që janë deklaruar. Po megjithatë rregulloria kërkon që të vihet në votim. Ju po paragjykoni. Po jo, s'pe paragjykojmë, mendoj që po paragjykojmë se çka do të ndodhë nesër nëse ulen subjekte politike mes vete dhe mirën vesh. Ato s'mujna me paragjyku, po për pjesë tjera s'mendoj që ka shkelje. Po dhe zotni Basha sa gjatë mund shkoj kjo, për shkak se e dim që kushtetuta nuk e parashen një afat deri në sa herë mund propozohet emri kryeparlamentarit ose si mund dilet nga kjo situatë zhbllokuese. Edhe kjo është hipotetike, unë uroj e shpresoj që mos të zgjat, për shkak se kjo kërkon zhbllokim të situatës, e bllokimi po dihet që po vjen për partive opozitore, edhe kjo mund më zhblloku nesër. Po nëse jo, atëherë varet për partive opozitore kur ato zgjedhin me i thirr arsyes dhe më zhblloku komplet situata. Po, megjithatë deri dje ju keni deklaruar që i keni numrat, në kënd i keni bazuar ose keni shpresuar se i keni votat për kalimin e kryeparlamentarit? Për votimin e qeverisë jemi të sigurt që i kemi numrat. Numrat e kujt? Sepse publiku ndoshta do duhej ta dinte me kënd po diskutoni. Jo, më në çaj. Shkak se vetëm ka pasur diskutime në opinion, por që ende nuk ka ende të konfirmuar asgjë. Neve na duhet me kalu hopin. Tash kush është partia e cila u avoton qeverinë, por nuk u avoton kryeparlamentarin? Për shkak se duket që tani këtu mund të ketë një kompromis, apo jo? Apo çfarë po ndodh? E kalojmë këtë hap, pastaj flasim për hopin tjetër. Ne herë jemi te hopi i dytë te konstituimi i Kuvendit. Dje një deputet juaj, Arber Rexhaj, para fillimit seancës ka thënë që keni qenë në konsultime me Nismën. A keni qenë me Nismën për emrin e kryeparlamentarit për votim apo çka ka ndodhur? Jo, konsultimet ndodhen mes subjekteve politike, por na nuk kemi hy pazareve për emrat të qeverisë, për shkak se është hap i radhës. Edhe ne presim që edhe deputetët e Nismës ta votojnë kryetarën në këtë rast të propozuar nga ne që është Arbolina Xhiu. Pra presni nesër që të votohet në rast se hidhet nga ana e Nismës apo jo? Keni marrë një konfirmim nga ana tyre nëse? Jo, veç tash unë pres që shpresoj edhe për deputetët e tjerë. Po, megjithatë në anën tjetër pakicat
Komunitetet? Mendoj që komunitetet si pjesa më e madhe e mbështesin. Ka disa prej deputetëve që po dolin me deklarata të çuditshme, jo çuditshme, po janë bindje të tyre personale, po në ditë del që e mbështesim, në ditë del jo. Megjithatë mendoj që ka hapësirë për diskutim edhe me ta. Ju dini që na kemi pas një bashkëpunim shumë mirë për 4 vite me radhë me ta bashk. Kurse për deputet tjerë të pakicave, për shembull te deputeti Adem Hoxha që ju bashku aleancës ku zoti Haradinaj Dul tha që deputeti Radojqiqit ju ka bashku UÇK-s për habin të eme, për shembull, ta kishmi boni një sen tillë, kish pos protesta para kuvendit, edhe veteranët e luftës e kishin kohë aty. Për habi asnjë veteran i luftës, asnjë fjalë, asnjë reagim. Se s'mon është një javë më herët mi thonë deputeti Radojqiqit, e tani ky s'tha që ka orë të AK-ja, po tha ka orë të UÇK-ja. Thu se shtobi UÇK-s është Teramushi. E thash UÇK-ja me dijen teme, edhe këtë qytetarës së Republikës, nuk është se ka pos bashkëpunëtor deputet ose me i thonë bashkëpunëtor të Radojqiqit. Qëta e dim, UÇK-ja ka luftu për progën e derës, e ka luftu ata njerëz që i kanë do bindje ose janë konë bashkëpunëtor të Radojqiqit. Sot po i morin, pishtin gjirin e tyre edhe për rajshisin si pe kamuflojnë me qëtë uniforme në UÇK-s, që mendoj është ofendimi më i rëndë që i bëhet UÇK-s. Po veteran të luftës nuk reagojnë. Më konë për Albin Kurti, njeri sërbis nuk lëmë si sa në thonë. Që mendoj ata për bindjen time nuk e përfaqësojnë edhe këtë veteran të luftës. Se ka plot veteran, mësë me thonë shumica veteranë në votojnë edhe neve. Po veteran nuk i takojnë asnjë subjekti. Po për habi, prapë për them, e merë deputetin e Radojqiqit, e shten në gjirin e vetë partijak, edhe thot ka orë të UÇK-ja. A keni pasur jo votën e Adem Hoxhës? Nuk e di, a kemi pos, a se kemi pos, për shkak se s'ka qenë tema, ja, po nuk menoj që duhet me qëndru indiferent, veteranët, kur një dit i thu Klyshi Radojqiqit, nesët e merë i thu e këmpru të UÇK-ja. Ta dim kush me kanë është. Ndërkohë, çështjes së Duda Balës ka pasur disa diskutime që janë ofruar edhe poste ministrore dhe ditë më parë e pam që tha tani do të kaloj në opozit. Tani, a ka Duda Balë vot për qeverinë dhe çështjen e kuvendit për lëvizjen vetëndosje çka ndodhe? Duda Balë ka qenë deputete për 4 vjet në koalicion bashkë me ne, edhe po besoj që e ka po që është bo një punë jashtëzakonisht e madhe, edhe një qeveri që i ka mbështet komunitetet pakistë të gjitha etnive, më shumë se çdo qeveri tjetër, edhe besoj që ajo e gjen mbështetjen te zoti Kurti më shumë se çdo kryeminist tjetër. Prandaj unë mendoj që edhe me zonjën Duda Balë ka hapësirë për negocim edhe për mull me diskutu edhe me gjetë rrugën përmes përpara. Po, cilat kërkesat saj nuk janë përmbushur? A janë ofruar asaj poste ministrore ashtu shka deklaruar? Po jo, përmes ajo kishte deklaruar që në Facebook pishkruj njerëzit të udhënua, po kupton, ashtu në spja di krejt teket e sajna, po besoj. Ajo është ofruar post ministror. Për cilë rathot se ka refuzuar? Unë s'moj mu deklaru për ata, po në menoj që me konstituimin e kuvendit do të gjejmë hapësirë, sikur që kemi gjetë me shumicën e deputetëve të komuniteteve pakic jo serbe. Prandaj për neve është me rëndësi që çdo koalicion që ndodh, për shkak se po besoj qytetarët e Republikës janë të habit ku po thonë shumica e komuniteteve, shumica anëtarëve deputet pra që janë të komuniteteve pakic jo serbe, e mbështetin kryeministin Kurti dhe janë deklaruar publikisht. Derisa në anën tjetër, kur po flasim për themelimin e qeverisë apo votimin e qeverisë, që është hapi tjetër, po megjithatë është vetëm lëvizja vetëvendosje që ka shumicën e numrave të deputetëve në kuvend që ofron zgjidhje. A partitë opozitore pa listën serbe nuk mujnë. Pra këto pakica nuk shkojnë me partitë opozitore? Një pjesë e madhe aty nuk shkojnë. E që bjen që këta të opozitës që po thojnë duhet me kalu dhe ne e bojmë, këta s'u e bojnë. Këta dhe vetëm në rrugë që menojnë me bo, e që janë të e kamuflu për me kalu në hapin tjetër, edhe pse zdo me thonë që ju ta kanë. Ata menojnë me bo me listën serbe. Po në menoj që edhe qeverin me listën serbe. E ju e dini që kur të bëhet qeveria me listën serbe, atëherë vëlloj duhet me bo pazare. Duhet me marrë me javë këthy policë, duhet me javë këthy prokuror. A ka ndonjë mundësi që opcionit e kaloj opozitës në duar për ta formuar qeverinë zë dy basha, apo sheni mundësia? Unë nuk menoj, për shkak se kjo i bjen në dorë presidentës, si që dini. Dhe presidentja edhe herën e dytë jep atina që ofron shumicën. Po ju po thoni që i keni numrat, nëse i keni numrat atëherë kaloni me herën e parë. Kemi. Po tham, hipotetikisht, po lidha me thirrjen e tyre që ne jemi të gatshëm ta formojmë qeverinë.
Unë po them këta janë të gatshëm me formu edhe me listën sërbe veç me kopë pushtetin. Se nuk ka zgjidhje tjetër. Po megjithatë, unë mendoj që edhe me orët hipotetikisht ai hap, që s'besoj që vjen asnjëherë, presidentja nuk duhet më ia dhon atyre për këtë arsye të vetme. Se nëse ai vjen dhe thotë i kam numra, se duhet më shku më ia prezantu presidentës numrat, edhe me bind atë që unë kam numrat me formu qeverinë. Po ti nëse ia ofron ta zëm 63 deputet, edhe i ki listën sërbe mrena, ky është cenimi i sigurisë kombëtare. E nuk ka një president që jam i bindur që presidentja ju nëse ban këto, që ja jep mandatorin dikujt që dënë më ta morë pushtetin me listën sërbe. Se tani do të më ia dhonë edhe verion. Ja pushtetin, po ja për verion, se që ka qenë pazori më herët. Lista sërbe nuk është shpallur as grup terrorist, është pjesë e kuvendit, ka dhënë veç po flasim në praktik. Nuk ka lidhje atë në Kuvendin e Republikës, por në praktik, lista sërbe nuk ta voton as rënë qeveri pa e dhënë verion. Se këta çdo kanë operu. Veri i Kosovës qytetarët kanë harru, po 4 vjet përpara e ka kontrolluar Radojçi që ka qenë kryeministër atje. I kanë kontrolluar doganat, i kanë marrë porët, kanë hi kamiona aty pa u doganu, i kanë marrë porët Radojçi. Porët e qeverisë, për më mujtë në koalicion, me mujtë pushtetin jug, ja kanë çu në veri. Edhe aja ka kontrolluar komplet, edhe na si kena harru, sidomos ju si gazetor, barikoda s'ka kuxu kush me shkua nena. Sot është liru dhe u pastrua ajo. Tash, po qëse, kthehet lista sërbe, edhe këta hynë me listën sërbe për me votu një qeveri, ju duhet me kuptu që ajo vjen me një kostot të lartë për Republikën, ku shkon edhe veri i vendit. Po, unë jam me bindje të thellë them që ne kemi numrat edhe ajo situatë ku lista sërbe vjen merr pushtet, edhe kop verin e vendit edhe një herë nuk bëhet asnjëherë. Kur flesni që i keni numrat, sa numra i keni? 61, 68? Ajo është hapi tjetër, e presim. Veç i kemi numrat për me votu qeverin Kurti. Pra jeni të gatshëm që në rast se kalon kryeparlamentari, kur ta thirr presidentja mandatarin e parë, ju t'ia propozoni a janë ndar postet, a janë ndar ministrit, kabinetet, a është diskutuar tani kjo? Unë mendoj që ka hapësirë tani mule me diskutu, po duhet me kalu hopin e dytë për me dalë te i treti. S'mujna me mendu për tretin pa e kalu hopin e dytë, që është konstituimi i kuvendit. Por raporti u kalu, tash është konstituimi, hopi i tretë është votimi i qeverisë, e ju e dini që aty të pastaj janë 2 ovdet. Mra 2 ovdite, s'ki së në zgjot për shkak ka gjykimi tash nuk mundesh me zgjot më shumë se 2 ovra, 2 ovde do të me dol me bo votimin për qeverinë. Kështu që nëse opozita do me zhblloku dhe me ecë përpara, edhe ata mendojnë që bojnë qeveri ose ju vjen radha, ne ta votojnë kryetar. Tani ju po thoni nëse opozita ndërkohë ju e keni përgjegjësinë për ta kaluar, sepse nuk është. Po, kush e ka përgjegjësinë ja kaluar aty në nën kryetarët? A më ne kalojnë ata vetë pa neve. Çka po ta marrë? Jo, prandaj 3 subjekte më mëdha politike e përbën kryesinë e kuvendit. Këto 3 subjekte du të më morë vesh edhe për mes përpara. Çka nëse nuk ka parafrim të shëndrime? Apo flasim për zgjedhje të reja, zgjedhje të jashtëzakonshme? Ose kujt i konvenon tani që po me njerëz zgjedhje? Zgjedhjet kanë përfunduar siç e dini. Po për neve si lëvizje vetëvendosje, më pyet a është më mirë me mojt ngërsh institucional pa fond apo zgjedhje? Unë mendoj që po zgjedhje, për shkak se qytetarët se meritojnë një blokadë institucionale. Absolutisht jemi të gatshëm për zgjedhje. Edhe shkojmë zgjedhje nëse zgjidhja më e mirë është zgjedhjet. Por për këto do të më deklaru të gjitha grupet parlamentare? Po, do të më deklaru për shkak se për neve nëse ata e kanë lehtë. Dolën thonë dëgjoj, na se votojmë kurr, edhe dojna me mojt institucionin e kuvendit pa konstituu, me fjalë tjera të bllokuar për gjithmonë. Dhe për juve si vetëvendosje mbetet me kaq apo jo? Nëse ata thonë që e bllokojmë, atëherë po ulmi pe bëjmë një marrëveshje politike dhe për neve nuk pengon zgjedhjet, po mendoj që është maltretim për qytetar. Për ndryshe, nëse ata dojnë me bojt bllokum situatën, na jemi mëse të gatshëm për më shumë zgjedhje. Sepse qytetarët pse do të votonin një parti e cila herën e parë ka dëshuar ta konstituojë kuvendin. Tani kush do të votë, kush do të dëmtuar nga një parti politike për me konstitue kuvend. Ata dolën para qytetarëve dhe molte me i tregojmë se ata e dinë çfarë ndodh. Janë 3 subjekte politike që përbëjnë kryesinë e kuvendit. Ata po dojnë me mojt bllokum. Nëse thonë që na dojnë me mojt të bllokum gjithmonë edhe refuzojmë, atëherë po jemi të gatshëm shkojmë në zgjedhje. Po besoj që kemi orë në atë pikë, pra po them. Zoti Konjuv se abon e thirrën, tha dilni, ulni, bëjmë një marrëveshje politike për shkak se me të njëjtën logjik na ju bllokojmë juve. Jo neve edhe s'ko. Na jemi bllokues, na sikur të raporti verifikimit të mandateve, ne kemi çu dorën, ne kemi votu. O detyruan ata me votu. Pa ndryshuar kur gjë hiç. Çka banën e majtën peng kuvendin e Kosovës për
2 javë me radhë. Megjithatë, tani opozita në një farë mënyrë duket që edhe është më shumë konstruktive për shkak se po thotë që votojmë opsione të tjera të cilat ofroni. Tani pyetja është pse vetëvendosja nuk po ofron opsione të tjera nëse doni të konstituoni kuvendin. Apo konstatojmë që te raporti i verifikimit mandateve s'patën të drejtë. Edhe na majtën padrejtisht 2 javë komplet peng edhe kuvendin edhe formimin e institucioneve. 2 javë janë avonu për shkak të opozitës. Në fund ai çon dorën. Pa ndryshuar asnjë sen. Ai kryeministri thike, unë kam dhënë ndërheqje, tash ishte absurd ata vishin edhe kërkojshin, s'kan dhënë ndërheqje ministrat. Edhe unë s'musha me kuptu. A mundet për shembull, Hekuran Mërolti, me dhënë ndërheqje kryeministri Kurti, edhe Hekuran Mërolti me thonë, jo, po unë jam halo këtu ministër, s'du me dhënë ndërheqje. Domthon ti voton për kryeministrin. Kur bie kryeministri, bjen ke qeveria. Tash me çato, nuk kupton që ministrat janë të dorëhequr. Edhe me këto, po du me sqaru për qytetarët e Republikës që 2 javë kanë marrë peng kuvendin, tu i vënë lëthitje gjithë qytetarët që është antikushtetuese, është kështu, është ashtu, përfundim e çuan dorën edhe pajtun që kanë pas gabim. Njëjtë kanë gabim edhe tash. Kuvendi i Kosovës konstituohet për 3 subjekte me matnoje politike. Në këtë rast është Lëvizja Vetëvendosje, PDK, LDK. Për shkak se neve na takon me kushtetut. Partisë fituese takon kryetari dhe një nënkryetare dhe 2 nënkryetar nga partitë tjera më të mëdha që vinë me radhë sipas votës. Pra, Lëvizja Vetëvendosje, PDK, LDK e ka me obligim me themelu me konstituu kryesinë e kuvendit. Edhe mos më ta votua AK, ja thotun, s'kam hise në këtë pjesë. Për shkak se si takon AK-s, një ulse aty. Dhe mos më ta votua AK-ja, e ka një fa logjike mbrapa. Po ju PDK-s e LDK-s që vetë kanë me qenë pjesë të kryesisë. A mundemi na me botë të njëjtin gjest me i bloku ata? Po. Pse po bojnë ata pra? Nëse është i përbashkët. Pra është një kolegj i personave që e përmend kryesinë e që duhet me u votu bashkarisht. Prandaj me plot arsye dhe zoti Konjufsa i bën thirrje për një marrëveshje politike ku ulëm më mirë me vesh për me zhblloku situatën, ku edhe partitë opozitore, në këtë rast LDK, PDK, votojnë për kryetaren edhe pastaj për nënkryetarin. Po, mirë, atëherë Zoti Basha, ju falenderoj shumë dhe mbetet nesër quajmë se si poezë seanca. Faleminderit shumë. Faleminderit. Dhe tani është koha për bllokun e lajmeve të botës.